Në skenën politike të Kosovës po zhvillohen diskutime intensive për rikandidimin e Glauku Konjufcës në pozitën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, një zhvillim ky që mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta edhe për pozitën e presidentit të vendit. Analisti Burim Ramadani në një paraqitje në emisionin Pressing ka bërë të ditur se Konjufca është duke u përmendur seriozisht si kandidati që do të marrë përsipër drejtimin e Kuvendit për një mandat të dytë. Sipas Ramadanit, nëse Konjufca zgjedhet kryetari i Kuvendit, ai automatikisht do të merrte edhe rolin e ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës pas përfundimit të mandatit të Vjosa Osmanit. Ai theksoi se indikacionet janë të forta se një vendim në këtë drejtim mund të merret shumë shpejt. Sipas të gjitha gjasave dhe indikacioneve kredibile, është duke u diskutuar kthimi i emrit të Glauku Konjufcës për kandidim. Rrjedhimisht ai do ushtronte edhe funksionin e presidentit për një periudhë të caktuar. Besohet se edhe deputetët e tjerë mund ta mbështesin zgjedhjen e tij dhe kjo mund të ndodhë në një afat shumë të afërt, ndoshta deri në fund të javës, deklaroi Ramadani. Kjo lëvizje në skenën politike vjen në një kohë të ndërlikuar, pasi përpjekjet për të konstituar Kuvendin kanë dështuar vazhdimisht. Ditën e fundit të seancës për herën e 7 me radhë nuk u arrit të zgjidhej kryetari i Kuvendit. Albulena Haxhiu, e cila ishte kandiduar për këtë pozitë nga lëvizja vetëvendosje, nuk arriti të siguronte votat e mjaftueshme për të zgjedhur. Në votimin e fundit, Haxhiu mori sërish 57 vota pro, ndërsa 41 deputet votuan kundër dhe 3 abstenuan, duke bërë të pamundur zgjedhjen e saj. Kryesuesi i seancës Avni Deari deklaroi se seanca e radhës do të mbahet të martën më 29 prill. Pavarësisht tentimeve për kompromis, përfaqësuesit e partive parlamentare kanë paralajmëruar se qëndrimet e tyre mbeten të pandryshuara nga seancat e mëparshme, duke bërë që edhe raundi i ardhshëm të mbetet i pasigurt. Në këtë situatë të ndërlikuar, emri i Glauku Konjufcës shihet si një opsion kompromisi. Konjufca, një figurë e njohur politike dhe me përvojë si ish kryetari i Kuvendit dhe ish ministër i punëve të jashtme, shihet si një kandidat që mund të sigurojë konsensus më të gjerë në mesin e deputetëve. Nëse ai del të zgjidhet në krye të Kuvendit për herë të dytë, përveç detyrës legjislative, mund t'i bjerë barra e madhe udhëheqjes së shtetit si ushtrues detyre i presidentit deri në zgjedhjen e pasardhësit të Vjosa Osmanit. Kjo do të ishte hera e dytë që Konjufca merr këtë përgjegjësi, pasi edhe në vitin 2020 kishte shërbyer për një periudhë të shkurtër si presidenti i Kosovës.